e tepës penale për përdorimi i armës apo mjetit rrezikshëm nga nimi 375, paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Me prova personale dhe materiale vetëm pa prokurorëse paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Po? Gjithashtu se me prova personale dhe materiale të cilat janë propozuar nga akuz dhe të cilat janë shkëruar para kësaj gjykate edhe me seanca të shqiptimit kryesor të mbajtura lidhur me çështje penale e pashto edhe në seanca të rigjykimit të kësaj çështje penale jemi të bindur se në fund të këtij shqyrtimi kryesor do të përdoret fajësia e panderit ashtu siç e kërkon fajësia e panderit ashtu siç e kërkon dispozitivi 1 i kësaj akuze. Faleminderit. Nderuar gjyqtarë, nderuar prokurorë, të nderuar të kaneshëm. Ka procese gjyqësore që kërkojnë kohë për të ndryshuar, por ka dhe procese gjyqësore që përshkëputen nga koha dhe thonat dhe kauza në të cilën ka lindur një ngjarje rrezikojnë të humbin vetë kuptimin e tyre. Çështja e ashtëquajtur e gazet të cjellës në Kuvendin e Republikës së Kosovës në vitin 2016 është njëra prej tyre. Sot, 10 vite pas ngjarjes, para kësaj gjykate qëndron personi i cili në vitin 2016 ishte deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Gjatë këtyre 10 viteve ai është zgjedhur si një prej figura më të vëtora politike në vend, ka ushtruar detyrën e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe sot ushton detyrën e ministrit të punëve të jashtme dhe diasporës. Mbrojtja nuk e përmend për të kërkuar ndonjë privilegj për shkak të pozitës së tij. Përkundrazi, pozita e tij nuk duhet as ta rëndojë dhe as ta lësoj standardin e një gjykimi të drejtë pa anshëm dhe në kohë të arsyeshme. Në vitin 2016 deri më sot janë zhvilluar më shumë se 15 seanca gjyqësore dhe kjo çështje tashmë ndodhet në rigjykim. 10 vite janë një periudhë jashtëzakonisht e gjatë për një person që vazhdon të jetë në mbarrën e një akuze penale. E drejta për një gjykim të drejtë dhe brenda një afati të arsyeshëm është e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me njërin gjatë të Konventit Evropian për të drejtat e njeriut. Nuk është një formalitet procedural, por një parim bazë në një shtet të së drejtës ku duhet të respektohet çdo qytetari. Viti 2016 ishte një periudhë e tensionuar politike dhe institucionale në Republikën e Kosovës. Incidentet të ashtëquajtura me gaz të cjellës në Kuvend ndodhen në kuadër të kundërshtimit të atëhershëm të opozitës ndaj ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit në malin e Zi. Ky është konteksti politik në të cilin duhet të kuptohen veprimet e asaj kohe. Mbrojtja vlerëson se një veprim politik nuk mund të shkëputet nga kauza, motivi dhe qëllimi që e ka nxitur atë. Por jo çdo marrëveshje politike është e pakundërshtueshme dhe po ashtu jo çdo veprim i ndërmarrë për ta kundërshtuar atë përbën qëllim kriminal dhe vepër penale. Sipas aktakuzës së lexuar në të ngritur me 10 gusht 2016, e ngarkon të mbrojtën tim Glauka Njufca se në sallën C301 të Kuvendit të Republikës së Kosovës pretendohet se ka hedhur gaz lotësjas dhe përmes këtij veprimi ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Prandaj, pyetja themelore e këtij gjykimi është a është provuar për tek të dyshimit të arsyeshëm se i mbrojturi im ka kryer veprimin konkret të përshkruar në akt akuzë dhe se me atë veprim janë përmbushur dhe provuar të gjitha elementet e veprës penale për të cilën akuzohet. Dhe pikërisht në këtë pikë, vetë aktakuza dhe provat të cilat gjenden në aktakuz paracesin bushllëqe serioze dhe
Le të fillojmë fillimisht nga prova materiale për të cilën prokuria pretendon se është hedhur një bombol e gazit të cjellës. Citet nderuar prokuror së gjykatës sende që prokuroria pretendon se është kryer me këtë vepër penale. Nëse pretendohet se një send konkret është përdorur për kryer një vepër penale, atëherë ekzistenca e tij, identiteti, sekuestrimi, ruajtja, ekzaminimi dhe lidhja e tij me ngjarjen që ka ndodhur dhe me veprimin e të mbrojtur i tem duhet të jenë të verifikueshme. Një fotografi që ju e keni në atë akuzë nuk vërteton mjetin me të cilën ju pretendoni. Një raport i këshyrës së vendit të ngjarjes nuk e zëvendëson automatikisht këtë provë materiale. Dhe po ashtu, gjithë fotoalbumi nuk provon në vetvete se cili ka qenë përdoruesi i mjetit. Dhe as përmendja se një bombol në dokumentacion nuk provon automatikisht se a bombol është sendi i përdorur nga i akuzuari. Por edhe sikur për qëllimet e analizës ta pranojmë se në sallën e kuvendit ka pasur gaz të cjellës, fakt të cilin mbrojtja nuk e pranon si të provuar, mbetet pyetja se kush e ka hedhur atë. Kur, sipas deklarimeve nga provat, sikurse deklaroni personale të dëshmitarëve, që administruan në këtë proces gjyqësor, asnjëri prej tyre nuk ka deklaruar se e ka parë Flau Kërnjufsën duke hedhur gaz të cjellës. Publiku ka parë pamje të gazit të cjellës në kuvend dhe pamje të ndryshme të zotrit Kërnjufsës nga zhvillimet politike të asaj periudhe. Por në një proces gjyqësor penal kërkon një dallim të domosdoshëm ndërmjet asaj që është parë në publik dhe asaj që është provuar këtu në gjykatë. Jo çdo pamje e gazit të cjellës në kuvend është provë lidhur me këtë akt akuzë. Dhe ky proces nuk duhet të zhvillohet për çdo incident në gaz të cjellës që ka ndodhur në kuvend. Ai zhvillohet me ngjarjen konkrete të datës 10 gurë 2016 dhe i përket vendit të caktuar sallës së 309 dhe jo sallës komunale plenare të kuvendit. Andaj, në këtë gjykim, gjykata duhet ta vlerësojë nëse prokuroria ka arritur të paraqesë prova të mjaftueshme, të lehtëshme, të besueshme dhe të verifikueshme, me të cilat në tërësi dhe përtej çdo dyshimi të arsyeshëm e lidhin pikërisht të mbrojturën tim Flau Kërnjufsën me veprimin konkret përshkruar në akt akuzë dhe këto veprime dëshmojnë të gjitha elementet e përgjegjësisë së tij penale. Për këtë arsye mbrojtja beson se nga administrimi i plotë dhe i sërishëm i provave në këtë gjykim do të arrihet përfundimi se prokuria nuk do të mund të aprovojë për te dyshimet të bazuar mirë se zoti Kërnjufsa ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet dhe në fund të shqyrtimit gjyqësor do të arrihet të dëshmohet pafajësia e tij dhe të ndjerët auditim i rrugës. Po, në rregull është, nuk kam çka të shtoj. Kësaj seance të rigjykimit do t'je elaboroj disa çështje më rëndësi. Është më ngadalë. Mos presim kohën. Të cilat e vërtetojnë pajësinë e panderit, ashtu siç e ka thënë dispozitivin e kësaj akuze. Në këtë çështje penale është vërtetuar fakti se renditjen kritike në sallën e kryesisë së kuvendit ishte hedhur gaz nga cjellës po ashtu është vërtetuar fakti se prezent në atë sallë ka qenë edhe i panderi Flau Kërnjufsa fakt kjo që vërtetohet edhe nga dëshmia e dëshmitarëve, Dembra Boci, Usmen Beqiri,
Sabri Hamiti, Slobodan Petrović dhe Valdete Bajram. Të cilët para kësaj gjykate kanë pohuar faktin se Adit ishte hedhur nga Zërcelc me që rast edhe ishte ndërprerë mbledhja e kryesisë. Po ashtu të njëjtit e kanë pohuar faktin se aty prezent ka qenë edhe i pandehur. Gjithashtu, në bazë të fotoalbumit të datës 10/2016, për në fotografi vërtetohet vendi ku shkruaj vepra penale, si dhe bombola Elbraz, e cila është gjetur në vendin e ngjarjes. Është vërtetuar se pikërisht afër karrikës së pandehur ku ka qenë i ulur, është gjendur bombola Elbraz dhe gjithashtu fakti se është përdorur gaz Zërcelc e ka pranuar dhe i pandehuri, i cili është marrë në pyetje nga policia, e gjithashtu i njëjti e ka pranuar faktin se kishte përdorur gaz Zërcelc në kritike, edhe kur është marrë në pyetje në prokurori, E ka vërtetuar faktin se e ka përdorur gazin. edhe kur është marrë në pyetje në prokurori, Edhe që është marrë në prezencën e mbrojtësit, të cilën deklarate ka dhënë në vullnetin e tij, pa imponim, pa kërcënim, ndërsa sa i përket pjesës ku i pandehuri para kësaj gjykate ka shfrytzuar drejtën të mbrojtë në heshtje, se i pandehuri i gjendur para provave të pakontestueshme që përmbanë këtë akuzë, e tjetër, pas të shfrytëzoj drejtën të mbrojtjes në heshtje, përkundër deklarimet të tij në polici dhe në prokurori. Nuk si e të zile tjetër, për pas të shpërgjë të drejtën të mbrojtjes në heshtje. Vlerësojmë se me këtë i pandehuri përpiqet që me një mbrojtje të tillë të ikë përgjegjësisë penale për veprën penale me cilën ngarkohet. Përfundimisht, prokurori shtetit vlerëson se i pandehuri me veprimet që ka ndërmarrë vite kritike është i fajshëm. Vite kritike është i fajshëm dhe i përgjithshëm dhe nuk pas një reformë e cila do ta lironte nga përgjegjësia penale.
Prandaj, i propozoj gjykatës që të panderin të shpall fajtor dhe të shqiktoj një dënim meritor siç parashek Kodri Penal i Republikës së Kosovës. Gjithashtu i njëjti të obligohet të paguajë shpenzimet e kësaj procedure penale kurse se përket llojit dhe lartësisë së dënimit, të marrë parasysh se reforma rënduese shkallën e lartë të dashjes nga i pandehuri për ta kryer veprën penale dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale, duke marrë parasysh faktin se vendi ku është përdorur bombola e gazit ka qenë vend i mbyllur dhe ka qenë objekt publik, institucion publik, dhe ato ka pasur prezent edhe persona tjerë të cilët ka qenë të pranishëm. Ndërsa se përket reforma vlerësuese, prokurori dhe një përforës nuk ka gjetën të telefon të cilën do ta propozonte. Nuk ka pasur pandehur. Faleminderit, mëshorë. Në gjykimit jemi të bindur se nuk është provuar përgjegjësia penale. Nuk u bazuar në tjetër e këtij shqiptimi fiksuar. Po, Lidhur duke bazuar në lidhjen e këtij shqyrtimi gjyqësor, nuk është provuar nga provat të cilat u administruan në këtë shqyrtim. Dhe as nga provat personale konkretisht dëshmitarët të cilët kanë dëshmuar në këtë son, në këtë gjykat, se mbrojtëri im ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Prokurori përmendi dëshmitarët se do të provohet përmes dëshmive të tyre. Por nëse gjykata e gjin një dëshmitar, prokurori përmendi dëshmitarët që do të dëshmojnë përmes dëshmive të tyre se është provuar se mbrojtëri im ka kryer veprën. Mirë po, në proces verbalet të gjithë dëshmitarëve, asnjëri nuk e ka përmendur Laukën Jucën që ka hedhur kaq të sjas. Madje as nuk të kujtohet saktësisht se për cilën ditë po bëj fjalë. Po ashtu, as nga provat materiale, të cilat po është u lexuan, provat materiale, po, të cilat u lexuan dhe u administruan, prokuroria nuk arriti të jap një përgjigje se në cilën provë materiale po dëshmon
se mjeti me të cilin pretendohet se shkryet vepra penale është bombola e gazit të zjarrit. Madje, u sfidua edhe në kuptim të prezentimit të kësaj prove, apo edhe vetë mjetit me të cilin është kryer vepra penale. Kuptimin e kësaj prove, apo Andaj, vetë mjetit, po, vetë mjetit me të cilin pretendohet se është kryer vepra penale. Andaj, kur prokuroria e shtetit vetë vite pas, nuk është në gjendje dhe nuk ka qenë asë ditën kur ka ndodhur rasti, që ta mbroj atë akuzën ashtu si kurse kërkon ligji procedurës penale. Dhe tash mundohet ta zëvendësoj me foto dhe raporte të këshilljes vendit të ngjarjes, raporte këto që në procedurën penale nuk e kanë statusin e provës. Dhe përkundër kësaj se prokurori thotë që përkundër faktit që prokurori po pretendon se mund të dëshmohet Raporti përkruçur në procedurën penale nuk e kanë statusin e provës dhe ky raport me përshkrimin e tij thuhet se dyshohet se është bombol. Dhe ne nuk kemi një fakt, një provë që mund të na bindësh se ka qenë bombol. Ndaj mbetet i pavërtetuar edhe vetë pretendimi i prokurorisë se është hedhur gaz të qelsh. Si gjykata në rastin konkret duhet të zbatoj edhe parimin ndotje program përcaktuar në kodin e procedurës penale. Cili përcakton se në dyshje lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen apo zbatimin e ndonjë dispozite, përveç se të nxjerr ajutim lirues ndaj të mbrojtësve, lidhur me vetën penale për dërim të armës apo mjetit të rrezikshëm. Jo, nuk kam çfarë të shtoj. Për të